200 familje në lagjin fermentim në periferi të Shkodrës prej rreth 20 vitesh nuk kanë ujë të pijshëm dhe kanalizime ujërash të bardha të zeza, përveç kësaj infrastruktura rrugore lë shumë për të dëshiruar. Banorët e kësaj lagje e thonë se në kohë fushate ujë i pijshëm ka qenë premtimi me ardhin në pushtet të çdo partie. Ujë pijshëm s'ka, veç të mush të njëjtë të tjetër ku të mundna. Edhe arsyeja është se vinë për votim, a kupton? Vinë këtu thonë ujë çka keni angesa, le rruga, po se po. Ata shojnë vetë rrugën. E thonë për ujë pishun, e ke gati, thotë, vetëm je votën. Na bidonat, bicikleta, çat kanë mundësi edhe në krah. Shkomosh atje ku gjem ujë, në përgat Shkodrës. Ujë pishëm s'ka, te kafja madhe shkoj të mush, me bidon. Ka keni të bujti të i vjetër i partisë punës, ata kanë mëllë se thojnë lagun me ta se lëshojnë heq. Përveç ujit të pijshëm, mungesa infrastrukturës është një tjetër shqetësim i ngritur nga banorët. Rruga pagodisim se të pagodisim nesër, kur kanë qeshte vadimesh, thojnë pa shtrojmë, kanë shtrujfje qakull para 1-2-3 vjeç. Si rruga të ishe vetë rrugën, kanë gropa. Me hi mëndë ishe mozi. Kanë prish asfaltit, ja kanë në kohët partisë punës, asfaltin nga kanë bëjë qartë. Që pas viteve 90, kur zunë vend aty me qindra familje në lagjin fermentim, përballen me problemet social-ekonomike, ndërsa deri tani asgjë nuk është bërë si nga pushteti lokal dhe ai qendror.